Festa e Ullirit të Durrës është kthyer prej vitesh në një traditë të dashur për qytetarët durrësak. Në kuadër të kësaj feste, në 25 tetor 2025, u zhvillua ceremonia festive në një nga qendrat tregtare të Durrësit, ku shoqata Durrësi Autokton nderoi me titujt e lartë nderi i qytetit të Durrësit 3 personalitete të shuara të inxhinierisë: inxhinier Aleksandër Shedia, inxhinier Donike Surej dhe inxhinier Niko Lito. Të vlerësuarit në këtë takim interesant shprehen mirënjohjen e tyre. Aktiviteti u shoqërua me një koncert festiv ku morën pjesë këngëtarë durrësak dhe grupi i vallëve i studios së baletit Arjan Plaku, duke sjellë atmosferë gëzimi dhe krenarie qytetare. Pjesë e traditës së përvitshme ishte edhe mbjellja simbolike e fidanit të Ullirit, e cila u zhvillua të shtunën me 25 tetor në orën 11 në Lulishën pranë Bibliotekës Publike të Durrësit, si shenjë e vazhdimësisë së kësaj nisme që bashkon qytetarët përmes vlerësimit të traditave lokale.